Në zemër të Malësisë, aty ku tradita dhe puna e palodhur ecin krah për krah, familja Detvukaj vazhdon të kultivojë me përkushtim vreshtat e saj, duke ruajtur një traditë që ka nisur që nga viti 2008. Muaji qershor shënon një nga periudhat më të rëndësishme për vreshtarinë, pasi rushi ndodhet në fazën e zhvillimit të kokrës, ndërsa puna në vresht kërkon angazhim të vazhdueshëm. Krahas mirëmbajtjes së rregullt të vreshtave, këto ditë kryhen edhe trajtimet mbrojtëse kundër sëmundjeve dhe kalpësimit, me qëllim që fryti të ruhet i shëndetshëm deri në kohën e vjeljes. Sipas Pashko Detvukaj, me të cilin biseduam, periudha nga qershori e deri në vjeljen e rushit është ndër më intenzive, pasi çdo fazë kërkon kujdes dhe përkushtim të veçantë. Paralelisht me punët në vresht, ai po investon edhe në ndërtimin e kantinës së Berës, një hap i rëndësishëm që synon të plotësojë procesin nga kultivimi i rushit deri te prodhimi dhe ruajtja e verës cilësore. Ky investim pritet të krijojë kushte më të mira për përpunimin e prodhimit vendas dhe zhvillimin e mëtejshëm të vreshtarisë në këtë zonë. Përkushtimi dhe puna shumë vjeçare në vreshtari po japin rezultate të dukshme edhe në vlerësimet profesionale të verarave. Verat e kësaj vreshtarie vazhdojnë të fitojnë çmime në konkurse dhe panajire të njohura rajonale e ndërkombëtare. Kështu edhe këtë vit në Novi Sad, Vera Drane u vlerësua me medalje të argjend, duke konfirmuar cilësinë e prodhimit dhe traditën e kultivimit të rushit në Malësi. Më punë të vazhdueshme, përvojë dhe dashuri për tokën, vreshtaria Detvukaj mbetet një nga shembujt e suksesit në Malësi, duke dëshmuar se tradita bujqësore mund të zhvillohet dhe të ecë përpara me kohën. Unë personalisht qysh në vitin 2008, mirë po partë, baba, gjyshja ta kanë pas neshta si gjithmonë Malësi, gjithmonë si shtotë në Malësi, por jo në këtë sasi që i kejna në tash. Ashtu që në 2008 ja kem nis, po përvoj kem pas prej të parve e syne. Sa si përfaqe që keni aktualisht në vreshta? Aktualisht janë 65 ditarë, si që thomë na malësorë që një meditare, kështu janë 12 hektare. Janë 57.000 raj, janë 10 varietete, edhe një varietet, aja është rrush tavlinet, pollet janë që janë për ven. Cilet janë ato varietete? Varietetet e venës janë vranac, kratoshia, skadar, kaprobus, cabernet franc, cabernet sauvignon, shiraz, marselan, chardonnay, sauvignon blanc, kardinal rrush tavlinet, si e njihet e ta në ndoshta harrova ndonjë. Mirë, në cilën fazë ndodhen aktualisht vreshtat? Tash janë në fazën e, si që thomë, në mbylljes grecit. Domethënë tash është të morrit kokra, edhe është në afërsi varet edhe prej varietetit, të mundur në grecit. Tash është zakonisht tash shkon edhe mirëmbajtja, edhe spërkatja kundra të kalbanit, botritis, se kalbani du të me stërpik pa mundur në greci krejt që që shtot me mujt me hi bari dherë mrena në grec, që atu janë njës infektimi prej mrenë në grecit, atër në kur të shishti jashtë, ajo veç vonë. Më tash është spërkatja ideale që është për me stërpa kundra të kalbanit, ose botritis që i thonë. Sa punë dhe përkushtim kërkon e gjithë kjo? Gjatë kësaj periude? Neshta tash e ka matë malën valë punët. Qysh para një i muaj e gjysë, si shtohet, edhe deri në vjelën ka punë non-stop. Qysh në vjelën, kur të kryen vjelën, të atërna, si shtohet, nuk ka punë gati as pak, por i tash e ka matë malën valë punët. Edhe du të me jetë një hazër, tash sipërfaqja është e mallë, se na i një stërpikun, na shkon ndikon rrëth 11 orë, por unë e stërpikun e ndoshtë se nuk mund me dasht si shtot me kanë sa ma efektiva të stërpikun që i banë, du të me kanë temperatura në 28 edhe mos me kanë të ufrën era. E ata veç mund që me fitu e natën.
pas mesnatës, si shtohet janë nis diku në Belen letën, pranë 11, kur vjen temperaturë se tash kur ne shkojmë në atë si shtohet në atë mënyrë që kjo se po presim 28, lëna do të binë edhe pak më poshtë 28 është si më thon limiti. Atër na presin që në rallë në 28, 27, 26, atër na nisim me spërkatje deri në natë që perrin për me krye. Shpesh herë nuk perrin me krye çdo ret, po e kryejm çdo 2 ret, atër na zakonisht mas javë apo lët diç kthehen atër në tjetrën anë. Sa ashtu edhe spërkatet më pak, edhe më prohet ta ankohen bima, si që të shkon tu mjallan dozën e vogël pak mos mjallan shumë për një herë. Dhe si po e menaxhoni këtë valjen e punës, besoj edhe me forcën e punëtorëve apo jo? Me forcë punëtore, po forcë punëtore si gjithkohë është pak problem, se në këtë sipërfaqe duhet ndur më shumë. Atë punë që ka me e ba nuk është punë e shtira, absolutisht me shtira është temperaturat e ditës, mirë po na prap mund mja nisë punëtorët mja nisën natë, deri ka 10-11, gjithmonë puna njërë në anë të ardhenja ku është hjeja, mjes ditë mund me dalë me pushua ku si donë, me arë prapën prej natë me vazhdua, që i vjen prapën tjetër në anë prapë i në hje, nuk është prapë se prapë ka i prioritet, nuk është si me thonë barë që në speca, në mëllatara, në qka tjetër që i nuk mund shkur si shtohet me fut kryet në arhije. Mirë po është si përfaqe e mëllatër do më punë shumë, do në lëdur shumë, se është qyshën në qesatër me fut rama për tela, me pastru trupin poshtë, është trupin poshtë 3-4 herë deri tash që kem pastru, rama për tela, si që dini si mjetë non-stop si shtot kafën e era, edhe ato 3-4 herë deri tash kem kalotu i fut për tela, prap duhet, se nuk ka shansa me dalë, në i rem ka dikuna diçkatëna, do të prap me shkotu me i kalua. Bahet edhe rallimi i greca, se ka në varë dirë të varieteti, ka disa varietete enin ma shumë se qka kite mu dasht. Tash për dirë të tenujt në është se na mujmë me lanë çdo ardhim, mujmë me lanë edhe 7-8 kila, 10 kila, atër na me pjek me plehna. Për krye sistemit e për krye gjethet që mund mjëllën për me pjek si banë në shumë vënse tjera, në Malzi pak kush e besoj që i banë ata, por në shtetet tjera për rrëth që i kena, thonë pse vjen rushi i lirë prej Macedonijet për shembull, pa pse rushi i lirë sa i ka 7-8 kila, 10 kila një ardhin. Shumë prej tyre nuk e besojmë, po ti kur të bush me pleha ka me enë gjithë sa duhesh, kemi lënë rrjezin më të gjatë, ka me qitë greca më shumë. Kur vin puna deri të pjekunit, kemi fut pleh, ai ka me pjek, si ka me pjek, është simulatare që po i blejmë sot e pret mullatarën e hanell nuk ja ti e erën. Se shtot ose e kuqe jashtë, po sa e pret del barë si bola mren. Mirë po kur do me godit ven me ta, atë na ke problem. Atë në vena nuk dele mirë, atë çka kemi me ba, kemi jallën bojen, kemi jallën kiselinat, aromat, gjithë çka të dush. Problemi është se me gojë njëri ka provon të smuç me çmo kvalitetin, nuk mund të ditë kvalitetin se si janë, veç kjo është e prishur diçka. Por sa e shnosht është, ata nuk mundesh me ditë veç laboratoria mund me kallëzua. Në shumë shpesh vime edhe me shoqëni kështu në folëm si mund me pas venat italiane me ka 2-3 eura. Po dash ta në varet se çka don. I përmesin ato 2-3 eura kur i duket shtrenjt kjo që janë 10, 12, 15, 20, 30, 50, po nuk i përmet ata që janë ka 500, 600 e 1000. Dhe me thënë, qka ka tjetër ajo që janë 500 euro, shishja. Preja sajna që janë 20 euro, qka ka tjetër ma shumë ajo. Në kjo se është edhe je sigur që janë godi prej rushit. Mirë për në halja nuk e kena ndjeni se venat që janë puro e pastër prej rushit, goditën pa kemikale, pa më qitë kiselina, boja, aroma, alkoholi, që shtohet për me godit ven, se sot teknologjia ka ecë përpara, por për me dashur me godit ven, mund me ble ujë destilu, mund me ble alkohol, mund me ble boj, edhe aromë, edhe alkohol të tana edhe thoqyre ven. Njajten gjanë si goditet edhe Coca-Cola. Njajten, sot ke edhe vena gjelberta, vena bëjfice, të kaltër, qfar vene që të kesh qef, ke tabletën që i bleqet të nduj edhe pin ven. Mirë po, kur dënë me pi ven prej rushit është pak ma punë, dënë kujdes pak ma të math, tu mja një se vena nuk goditet në vinari, vena goditet në vnesht. Një dënë me godit diçka kvalitet. Përsaj për këtë në vinari, mush mos me pas rush,
vend keme godit barabar. Në kjo se i kej sa si rushit ka me të një mund, diçka mos me kënë komplet kemikale, po kemi pas pak rush, pa ato në këto tirat gjana kemi alën për mes kemikali e tira që ka lypen për me lanë si që ka ma par boje, arome, kiselina, se të njajtë në gjanë si goditën edhe langët, sot që i pim për shantët të ma shprej mollët, ma prej dardhët, se ka pas mollë nësë dardhën kur konvërsh ja ka lanë aromen. Ashtë edhe i gjanë tjetër se bashkëpunoj edhe me enologa prej Sërbijet, atër në edhe me tash në vinarin që jem tu me godit Bodrumin e Evans, aty kanë kontakt me ta shumë. Thonë vetëm sa që në shprej ftonit rakin në Sërbi, sa përdojnë i destileri, thotë nuk ka, thotë tanë Sërbija nuk ka që ftoj. E thonë, po si mu i marrë direta, po, thotë e kanë gjithë, si mu i me qitë në treg, o thotë e ja shkru në tiket dunja, thotë, ftonin, por a ka me kenë aftonit, a i thotë në mrapa në tiket, ata mrapa thotë nuk shruë sa aftonit. Por e kanë gjithë të tash i metodët edhe eventet alkohol prej bujqësijet. Por nuk di se që ka, vetëm me përardhje prej bujqësijet, alkohol me përardhje prej bujqësijet. Napin qesin aditive, sen me jardhe era pak ftua, edhe e shet. I thonë, po si mujnë me kenë ata, si mujnë me konsumu ashto. Mrapa në tiket e ka të shkrume se nuk kam prej ftonit. Vërse ka ftonit e shkrume, por në tjetër nanë është ka mu shqitet për lokale, a i ka me i thënë të të manë epi i rakin ftonit, edhe ti kemi e marrë të rakin në gotën, jo në shishe. Ti shishe nuk është edhe për eshe gotën. Edhe shqitet. Po, ta që ka jem tu me prolu, na është puro prej natyrit. Na nuk du me i tenjë sa ma larkë industrijet, du me kalu pure ata që ka falë zoti në veshnja atë, janë ta me mujtë veç tek në vegla që i kena porosit për vinari, është me i pas, me mujtë me i rujë kvalitetin sa ma mirë, mos me hupën kvalitet prej në ndesh deri në shisha, si shtohet. Ta shmimet nuk mujnë me kenë bashat bela atës përshtatshime, po vena është diçka që s'ke nevoj me i pi. Mollataren duhet me i hagër, si do që tjetë, po vena nuk ke nevoj. Atë në thëmë kjo se ke që me i pi venën ma mirë pi e i gotë mirë, se me i pi 2-3 të kësia që ke shumë vena që, jo vena, veç vena, po shumë alkoholë që me i gota me 2-3 të lepë krytën nesë e thot që më gjithë. Ashtu që ma mirë pije janë që e dinë se qka, e dinë sa kvalitet se me i pi 2-3 gota industri. E ti unë duhet të ndalim edhe pak të këvreshtet, a kanë ndikuar ato kushtet atmosferike këtë vit të këto? Ose me tanë kushtet atmosferike, është me tanë nuk janë kënë të kësijat, mira janë kënë. Për shembull ne si mjet është të drejta vjet që nuk i kena plehnuar as pak, se plehnojmë vetëm blejmë pleh baktish, kem bykun tan, edhe kem kranet e ardhënja, që i bërëzim të trije bashkë, edhe mena vjetet e gjys dhe në 2, por në varet edhe sa kem lidhë edhe pleh baktijet, zakonisht i herën 3 vjetë, kem edhe veglet atërna që qilim kanalin me qesim plehin, edhe i drujmë kanalin të njajtën kohë. Mirë po ata pleh nuk është pleh ata bëhat kompost. Me thënë janë, që me thonë, kryma që hini e hajnë edhe i dramcojnë edhe vjen e bëhet krejt cili, nuk ka erë plehit as kur zhav, ata pleh mu bleja shumë i shtrajt, por ne e provojmë vetë. Blejmë plehin e baktive, bërëzim me byk edhe me kranet ardhenja, edhe në fund ato kalbën të tana vjen e bëhet cili, edhe janë shplehi ma i mirë që mujë me egzistua. Një ata pleve që përdorin, si mjetë në vjetë e 3, dhe me thonë që nuk u kemë qitë kur gja, ndimin kena ma u qitë për sezonin 2027 deri në sezonin 2030. Që ka është tjetër koha ka e mirë, nuk ka në keqe. Tash, gjithë cila e ka të vetën, nuk kemë pas dhimin. Si mjetë ka me kemë problem insekti, se gjithdo insekt që ja kena i ka mbjetua dhimnin, se nuk ka pas të krinjt. Ti që në kanë javë ditë letë ditë me paken temperatura minus, a insekt kite me egzistua sot, a insekt kite me covë gjatë dimnit, prej të krinjtit, po mirë po, për dirësa s'ka pas të krinjit, a insekt ka mbjetua, dhe tash du të me kenë, gjithë plus bilel një grupë në Viber ku jena në Ministrit Bujqësisë, ato e kanë lejmeruar që janë shumë problem, veç e kanë gjitë në disa vense që janë tu me pas problem prej insektit, e ata du të me pas shumë kujdes. Ku është problemi tjetër është edhe hini, se janë kushtet ideale tash për mu zhvillua hini.
plus që ka është tjetër alensë janë kushtet ideale për mu zhvillua hini, por është edhe erë ta në kohën, atë në pak një janis dikun era e për hapë, edhe e ba. Atë nuk du me thonë se e ke ti muj me pa dikush tjetër, nuk ka nevoj me kanë në ardhin, muj me kanë një bim tjetër prej asaj, muj me të kaluan në ardhin, ose prej ardhin me kaluan diçka tjetër, ashtu që du të me pas shumë kujdes një këto temperatura si që janë tash kundra hinit, se për flak nuk është një farë rreziku që me thonë, veç hini edhe insekti që kanë me kanë pak problematik si mjetë. Mirë, atëherë ju përmendet pak më herët që jeni duke punuar në hapjen e butrumit të verës. Si lindi ideja për këtë? Si lindi ideja, spontanisht nështë atë thëmë, le gjithmonë e kam pasin, si me thënë, fundmenes dhe ikon bela i ditë, por me 2021, se koronën e kem pas me 20, edhe me 21 nuk kem përri me shqitet anë rushin, atër na me i teknolog, sot i ndiri, a i më shtu një dhe ma shumë, më thot, kam e gjatë, më qëka të mos është, kam e zi rakin. Më thot, jo, thot, për pse rakin, thot, me e godit vend, të ma ku për mirë me vend, se ka punë shumë, edhe si kam kushtet. Më thot, hajtë, thot, se pe 20 vetë, thot, janin thot që më duket se kam e pas vend, thot, për me që, thot, ti do vend e irtaj. Aje kontakton atë personën, edhe aji thot atina, thot, tash kam e thirë vetë pashkon. Edhe aji më thret mua, më thot, kam mënuj thot që jem shok, hala. Aja është bodrumi i vendës Vinaria Marković, me pronar Veskon Marković, më thirë Vesku mua, dhe më thot, kam mënuj thot që jem shok. I thëm vetë, Vesko jem, nuk e di ku është problemi, thëm që ka, thëm, nështë ka thëm dikush diçka, po ti din thëm si jam vetë, vesh ma thujnë 4 minutë, thëm se i kryim punë për një herë. E më thot e mua, jo, mundi me të thallën 400 se kusha, por për më thirë mua dikush, për me të lyp ty diçka, me më thirë mua dikush tjetër, thotë kam prit që me ba me kënë diçka kishim kontaktua ti mua, si të kam kontaktua vetë ty kur mi e dash ti. E i thëmë vetë, atëre kuptova se qka është punë, se nuk kam ditë se ka dash të me të vetë kë enologu. E më thotë mua, vinaria eme është vinaria jote. O ma ka godit Qelsin, edhe aty ja kam njësë atër na venën e parë që kam goditën vinaria të taj. Ashtu që ja njësë me ataj godit me dhe tiketat, po tash, s'mush me taj ta në kohën për me thonë, e pritë se tash pe bjetë prape. Me gjithë sa im ka thonë, sa të kam vend, sa të kam enë, si me kënë tuët bara. Pak, i kam pa do garasha, e këtu diçka e kem njësë, e kam renovu në ato garasha, aty sa me janë njësë. Dherë një sasi, dherë në 10.000 litra, belen në vjetë me mujtë me i godit diçka janë shtu 15. Mirë po, e kam pasë ato shumë shtirë, edhe nuk ke vetë. E nuk jam pësu me punua, edhe në vëndesh diçka kam qefë, edhe kur janë vuar dhjetë, edhe me i qitë në rejtë, edhe me i pas veglat e të tana, e thëmë, mua këta më duket me punua, i thëmë edhe teknologë, së ta shë kam i teknologë prej Sërbijet. Edhe i thëmë nuk muni me punu, këta me punu, thëmë je kështu në duket si me hi, thëmë tash në vëndesh me punu me shatë. E thëmë vëndesh thëmë si shtu të kam në puja saj për këtë vegla, e këtu thëmë duhet me punu me shatë. Thot ajë thëmë të me këshyr për me godit. Herë pas këshyr me i renovu garajë që i kam këtë të tana, po funit thëmë sa me rëzvu këto, me renovua, edhe sugjerime disa shokve, Vili bash pikrisht edhe me Marianin Stanen, që i sot e ka punën ashtu të më godit vinarin me Qelsën dorë. E më thot mos gabo se kam gabu, thot vetë me do garajë që i kam renovu, thot mos finje dhe ti natë punë se kur s'ke me mujtë me i pronë të kudon, po futja thot të reje. Atër thëm hajtë se pja njësi një pak të vogë, bila 300-350 kvadrat. Mirë po, kur gjithë arhitektin, në e ban një idej në reshenje që i thome të në planin ideal se si kite me da për me e pa, atë në i thome tash thëmë këtu nëllë. Po i pashton 300-350 kvadrat, thëmë tash do me të lidhë me teknologën, edhe do të me punu në bas plani, që ka të thonë ajo se ajo din sa qëfar rezervarsh janë, sa lypet, qka lypet, sa lypet me kanë lumat e mlaja. Mirë po prej 300-350 kem shkojnë 650. Edhe tu mu marë për krye i pardit, për krye Ministrisë Bujqësisë, me jo letra, po janë të kalu me 20 kila dokumenta. E thëmë teknologës, i thëmë Dragana, a prap ka mu da
kur du me qëtu edhe këto tjerat për me kalu prap për me e ty në letra prap, në thot po, thot ka moda. Dhe që thëm, du me shkollin, thëm sës nuk më thëm mu marë prap me këto letra për i vjetë A2. Ashtu në që atër na e rrit me kapacitetin edhe objektin si objekt. Mirë pra dhe kjo objekt nuk është tepër i math, për vnesh tonë është okej. Sa është kapaciteti? Kapaciteti i vnesh ka me kanë derin 80.000 shishe në nivel vjetor. Dhe më thonë janë rrëth deri 150 ton rrosh dikun. Mirë po ata është i vjetë. Dhe ato 150 ton ti du të me ishi deri vjetën tjetër për me dash me i prollu tjerat. Po sa për start është kapaciteti i mjaftueshëm boll. Si vinari pra po thëmë nuk është me konkurua me noj vinarit malë diçka, me noj bodrum venet jashtë malit zi, por sa i përket teknologjisë, vegla që i kena porosit, nuk kem mja ullë kryet kërkuj në botë, jo në malëzi, po në botë. Mujnë me i pas jashtu, mujnë me i pa i mi herë matë malë, po jo ma profesionale. Më thënë, gjdo vegl që i kam lypë, jo vetëm se ta është je kjo po zam pe marrë mja presën, je kjo ta është presë, tash janë shumë kompani që e godisin, janë shumë kompani makinsh. Edhe kam pas bile probleme edhe me këtat ministri, se më thotë, e kanë gjatë me letra i vit e zyës, dhe që ma kalën përgjigjen, më thotë, pashko thotë problemi është se na thotë mbështesin thotë Golfin, e ti do me i blej Mercedesin. E thotë ata i sëj, i thëmit nuk është i sëj, as muj me kënë kur i sëj, se nuk ka me kënë e njajta, nuk ke me kënë sigur si në Golf, si në Mercedes, nuk ka me kënë komfortësia si në Golf, si në Mercedes, plus thëm edhe imidji, thëm në tjetër nuk është, thëm paramdoj me të paardh, thëm vetë ju me Golf, me të paardh me i fiqe, këtu me të arë në Mercedes, a kemi këshyri i sëj, ose si me të arë me robë vjetra, me të arë dikush në dila, me krevat, a kemi këshyri i sëj. Kuj kemi ju këthy ma parë për me folë me ta. Se është prej natyre ta e gja. Por thëm problemi që ndronë thëm këtu, nuk është se nuk e duha vetë Golfin, për nuk e duha së Mercedesin, vetë e duha Bentlin. Ja ta thëm duha me e lypë. Ose diçka dhe matë nalë, qka të kenë, sa e përket teknologjisë për venë. Ashtu që i ke marrë disa oferta, që janë ato që i kem di që janë matë mirat, këto tjirat i kem, në start i kem ka përcu e fina, se po zonë vështirë të presa kem mujtë, me të njajtin kapacitet, presa kem mujtë me e marrë me 40.000 euro. Mirë po kjo që i kem përësit është 108.000 pa taksa. Plus të vësha. E pse? Në të njajtën gjanë si deri tash, a do në Golfin, a do në Mercedesin, a do në Bentley, a do në diçka tjetër. Në kemi shkojnë ata që i ka sot për sot tregu në botë që i ka për matë mirën, një ata e ke marrë. Të në janë sa të vogla, kur marrë dherë të këto brendet që janë pak matë mira, janë sa njëra mes tjetër janë belja 2%, 3%. E çmimi ndikon se kem mujt me marrë shumë të mirë, bela me 2-3% me nivelit ma tullë se kjo, bela me 20.000 ma lirë, por tonë jetën jemi në vegla. Si vetë, si baba, si gjyshi gjithmonë janë kënë me vegla, me sene, e thëmë usfuni me e blerë, thëmë janë të në të me ditë, se është edhe diçka tjetër një atje që është me mirë se kjo. Sot për sot, unë nuk di që ka me dalë sot i vite, sot 5 vjetë, por sot për sot dhe me e ble këta, po thot pa dhe ki e krye punën, po nuk e krye thëm bashkrejtësia jo. Atër kur me e këshyrë në punë, pa në tankën, në presa, në gjithçka, do me e këshyrë 1% aty, 2% këtu, 3% këtu, 4% aty, bljellët edhe ashtu verni deri te kvaliteti. Çka është kvaliteti, është se rrushin posaçërisht rrushin e bardhë. Ti kemi e pas super kvalitet në vnesht. Po në moment që tu merr shtryll mund të merr qartë. Atë shpejt mund me oksidua edhe nuk të ka dalë venat si duhet. E rrushin ke mujt me e pas super kvalitet. Çka do më thënë? Do më thënë lypen shumë më rëndësishme është me ruajt temperaturën, me ruajt bojën e të tana çka ka rrushi vet, e ata thëmë është me ruajt kvalitetin, prej vendesh deri në shishe. Lypen një këto vegla për me i pas, me i ble një ata çka, një du me shku në atë mund, një du në industri, atëra mush me i ble këto tira që në më të lira. Pse keme hu pak në kvalitet, keme të shtu diçka tjetër anët edhe keme ardhë pata, si me i thanë aty dikun që me i pas si së i kvalitetit, por jo për me mund me konkurua dikun jashtë. Në start që ja kena njësmi, e kena edhe etiketat i kena ba për eksport,
mas shumëtit për treg Amerikan, mirë po këto dit i kena pasur i ofertë për treg të Rusisë, por hala jemi në muhabete me ta, tash kemi pasur si ka me shko puna me ta. Qëllimi ynë është që me punu veç në kvalitet, jo në kvantitet, se për kvantitet na jem shumë të vojlë. Dhe më thënë, tanë mali i zi, si shtot me kenë në vëndesht, kite me kenë i vogël. Edhe pse mali i zi, si mali i zi, plantacioni 13 korriku është maj mali në Evropë një pjesë. Se janë 2000 diçka hektar, po mos harro se janë njerëzit që i kanë me veç Serbia i ka, mos gaboj, i ka 7-8.000 hektar. Dhe më thamë, mos të përmesim Italie, Bosën, këta, Italie, Shpanie, Franca, atë shtetet tjera. Ashtu që si kvantitet së mund me konkurua dikun jashtë. Si kvalitet beson se mund me konkurua në tanë botë. Se e kem klimin, e kem natyren, jo në të shanë vëshme e zgjila, do në teja, do në këtej. I gjanë që ka është e shtire në treg, edhe në biznes është kvantitetin, du të gjithmonë me tajtu me shnu dhe ka me hi ma parë në treg. Mirë për kvalitetin, nuk mush me hi finjëllë në treg. Ka me të ly pak ma shumë kohë për me hi në treg, po i herë kur të hish në treg nuk ke nevoj ma me tajtu me shnu, se aje ka gjitha të trektarën e vetë, edhe aje shkon vetit. Përderë sa kvantiteti, gjithmonë ly për me tajtu me shnu, se janë si të ka sa të dush, atë në du të me konkurencë shumë me male. Me kvalitet nuk ka konkurencë atë që male, vetëm sa është më e mali problem edhe konkurencë që me thonë është deri sa njerëzit të provojnë edhe të vërtetojnë vetë se është kvalitet në pyetje edhe atër nuk ka ma nevoj mu marë si shtot me marketing për atë punë, se ka u banësan shumë bodrume verash për Evropë, po sa qërisht për Evropë që kur s'kem tje për ta, ose në Amerikë për shembull, që janë shumë vena që shumë bashkëdhetar ta në jetojnë atje për mesin 4-5 lloj venash, po në vjekeq për me thonë, po ato janë industri, janë vend që gjenë gjithkon, mos harro se ai nuk muj me prollua, por muj me prollu se dhe Coca-Cola në gjenë gjithkon. Deri sa të vjen njëri ata të menë që me thonë, priti herë se ky veç ka ja fut marketing, ka godit diçka tjetër, si shreqe ka ma parë, kur të provosh ti ka me të pëlqyrë në shie, po nuk keme ditë sa kvalitet është. Damet që i ban, ti s'kemi, si trup, nuk kemi i dalu aty për aty. Ato e kallzojnë vetin me kohën ma vonë. Mirë, po kvaliteti është komplet diçka tjetër. Janë shumë bodrume venash që i godisim ven veç prej rrushit, pa kur farfe kemikale shanet, por belej prollon 20.000, 30.000, 50.000 deri 100.000 shishe, nuk prollon tjera. Ose 150.000 shishe le ka drumi atë nuk mund me shko ma tejna, por nësë kem ti për ta kur pse, janë të ven nuk kemi gjithë kërkun shqitore, janë të ven nuk kemi gjithë ndo restorana ku do ta, janë e ven vanë shumë shtrajt që nuk kanë shta shkollaj me ardhirë të ajo, atër për ata s'kem ti për ta, por cilat ti jemi ato që i shtyhet për marketing, aty këto, shenë gjdo restoran, shenë për shqitore gjithkon, edhe ma panë se i thua sa është kvalitet. Bile mirë me i pi, por në kvaliteti është diçka tjetër. Shia, shiin du të me da anët e kvalitetin du të me da anët. Kvalitetin mu është laboratoria me qitë. Edhe janë sommeliera që i napin edhe piktet e tana, me gjithë se i dha ty ka shumë se edhe sommeliera që i provojnë nuk mund me ditë sa do të njoftën që janë me ven, nuk mund krejt me ditë qka i ka qitë se ka ecë edhe teknologjia për para, edhe kemikalet e zonat ka ecë për para, e ruajnë aromat e senët, që ty duket se e ka pinë venën bele, por nuk është e pastër. Ashtu që është shumë shtirë me arë për laboratoria i ka të vetat. Për ata tash e kanë njësë, kam u dasht mos gaboj qysh në vitin 25, opo 26, nuk e dita, më duket 25, gjitha vena që prollën që janë të vitit 25 ka me i pasën tiket mrapa i QR kod. Që në basë të asaj ti QR kodit ka me i kalzu se qka ka në ta. Mirë po, në të tana ato, kësa delizën re, finjë dhe lej kontra efekat që ka me kënë tjetër në bahën shpërkullimet edhe për atë punë. Atje për afërsisht, kur pritet që të përfundojnë punimet saj për këtë bodrumit dhe të fillojnë me punimin? Tash, punimet i të dasht me kënë këtë ditë për mu krye. Mirë po, edhe aty në shosë që kanë problem edhe me punëtorie, me mishtra,
nuk se s'ke ma punëtore bële legjen, me I tha punëtor, por mjeshtra nuk ke ma. Shumë shtirë më shumë hasë për me pas mjeshtra. E aty duhen dur ma shumë, jem pak mrapa, jo pak, po jem bajegi mrapa, ashtu sa na ka ardhë në pikë pyetje ky sezon. A thu e kapin ky sezon apo jo. Për ne është I minus I mall, me ban që nuk e kapim ky sezon, mirë po funit, si shtot, shnosh me kënë, mos kjoft këtë vjetë ka me kënë vjetën tjetër. Ashtu që gjithsesi shpejt ka më krye, me thonë shpejt me nëna 2 muaj diç kite më është më krye gjithçka komplet, por 2 muaj diç për sezon për ne javë vonë. Tash punimet për me ecë dikush në thotë, para I muaj diç nuk ka pa, tash përshjet po, ata po, por këto ditë na dashtë më krye komplet, që me mujt me I fut veglat më ren, edhe me u ban gati për sezon, për me vilin I rrush, se nuk është ata si me thamë pe godisim I shpia, po I zgrade, nuk kem me hi mrenën ta në korrik, po kem me hi në gusht, ose s'kem me hi në gusht, po kem me hi në shtator. Këtu mo kem ose him në fillim të gushtit, ose kem me hi së 2 vjetë. Se rrushi I bardh niset mu vilin në fillim të gushtit, rrushi I galmja nisë qysh ka funi I gushtit, në varet deri te variateti, ashtu që me ban që nuk bahet gati shpejt, ne e kem kaluar këtë sezon, atër vetëm sezonin E arshëm, kem mujt me kenë në prollim të vends me atë kapacitet. Qartë, po planet toja faqat, asaj për këtë bodrumit, keni menduar ndoshta edhe bashkëpunime për të thëmë vizitën nga turista apo dashamirë të verës? Po, do të kenë katin do tjetë për turizëm, për ata që kanë qefën vena, do tjetë me siguri edhe me ushqim, por plani ynë është kjo kanë si start-up. Kjo I nëri për vegla që kem porosit, në mashina që I kem porosit për ven, I kem kapacitetit edhe më të lartë se sa ka me pas kapacitet me në atë bodrum aty. Në kjo se ecë tregu, se na kem toki këta që kem që millim grunë, janë edhe 2 hektara gjysë këtu për me vume, ndoj mi qëtu vneshtat prap. Në kjo se ecë vena, na kem mi qëtu vneshtat, edhe kjo ka me kenë si start-up kjo bodrum këto, atër na planin tjetër, e kena bile me dalë në qaftë kishtë aty ku kem edhe tokë, se është edhe ambienti pak të rëshë edhe pamja shumë me bukur prej aty, mirë po të më folë diçka ndoshta sot 7-8 vjetë. Se gjithçka për me dashtë me godit diçka si duhet, nuk mund shpër duhet me e pas vetëm I shenjë dikon, atër na një kjo se shëtë se ecë puna e mundet me shkua, kur e ke I qëllim, atër na ka dalë edhe vinë realizohet, ajo andër si shtohet, ai qëllim që e ke pas edhe dele në dritë, mirë po me ban që se ke qëllim për diçka për me I ban, atër na s'ke me godi kur zon. Qa me thanë, qëllimi ynë është jo vetëm për me kalu prej kësaj, prej këti objektit për në objekt tjetër më të malë, se objekti tjetër se edhe për ata e kem ban I plan, për me I pa për pas gjatë, se sa dele ku ka me kena, a I kiti mu daj me kena për kërë 2000 metra katror, por si shtaç për 7-8 vjetë, ndoshta 10 vjetë, ndoshta s'ka me nollë, por mirë është me pas si shtohet një bik aty anët vetëm. Por qëllimi ynë kryesor është kur të godisim me këtë bodrum venet je këto. Me tërnua pak edhe sistemin në malësi. Jo veç me punua në bujqësi, se tanë jetën jënë tu me punua që në bujqësi, si shtot me shatë pas krahit e mazën e marrin tjirtë. Qëllimi jem është që sot 5-6 vjetë mos me lanë I kokër rrosh mu me dalë prej malësijet, mu shqit dikon në malëzi, dikon tjetër, veç mu me tajnë këto në malësi. Jo me e ble vetë, një mu lytë për me e ble, ka me e ble edhe vetë, por me I shtyme ata me I godit edhe ata që I kanë vneshtat me I godit bodrumet e tyne. Gjithë cili që ka është prej malësijet, vjetën e parë, kur tjetë gati, vetë teknologën, ka me teknolog, ka mu marrë vesh edhe ka mu da tepër I knaqëm me teknolog, se di se ka me shtu edhe teknologu, nuk ka me, si që I thonë Amerikanë, me charge armën e leg, me I kushtua shumë, por me diçka formalisht, asaj për këtë vegla mija ka me I pas të atë falë. Mja mundësua gjithë cilit, për me godit venën ka me I da, do me I da 2.000, 3.000, 5.000 shishe,
Ka me kënë punë e atyne, po kanë me pas gratis prej me a ban vjetën e parë. Kur të fusin ata në shishe i herët të shohin, atër kanë me menua të rësh. Se ata nisën prej vetit se atë vjetë me 20 nishin që me të i rushi pa mushit e pashë, se po me pa mushit, mund shapër me shit me dashtë me ullë shmimin, por në trega shto nuk hi, kam thonë dhe tregtare, o ma pare që së në tokë ja fus frejë se të lanë për mashkel djesën. Sa është i gjanë, ja ke ullë si mjetë, ti s'mush ma me këthy mrapa, sa ja pësua tërna ashto. Qëllimi ju në është kanë që me të rënua pak atë koncept. Edhe para si janë njësa me i ban të vend të me më pat vetë se keme i godit vene, keme i pas tiketën tate, diku në restorane kam thënë, ja, s'muni mi arrit ata. Në është të në atë moment se jam kem pak alli mërzitën, edhe nuk i kam ditë të në gjanat, mirë po sot, mu di se që ka menujnë edhe këta tjertë, në është ta duken se i kanë të ndeshtat e vogle, thot po nëse kem ndeshtë në sati, mirë po këta se kanë të ndeshtë në savit, po e kanë letë hirmat male se ata që ja blenë rushin këtyne, se i kanë 1.000 dhe këta i kanë 5.000, 10.000, 20.000, edhe i duken të vogle, se thot ti ke 57, që këtu me ban vit me 5. Po veti thëmë vetëm i ke 5.000, rajan maksimum 15.000 kila rush, me qmim sa e shet, apër me 5.000 raj mush me i pas derin 10.000 shishe, dhe me ja qmimin e shishe sa tërkëshyre se ku keme kënë. Atë na, kur ja përmet ata, thënë, o, prit plus është edhe emni. Atë na thëtë, o, s'po thua keq, por ja unë s'di. Bollë është se asja, asi malësor që i ka vneshtë nësë ka me pas nevoj me ra rrugë, s'ka kam ra vetë. Ka me pas lirisht mu i me kontaktu për gjithë cilën sënë që janë sa rrugë që i kam ra vetë, ajë s'ka me pa nevoj me shku me trokitën letë dyrë, po ka me thënë për i këta ke filan derën, për i këta ke filan numërin, për i këta ke filan njërin direkt me kontaktua. Plus, ma mërmenja e jam masë e sigur se në gjithë cilën derë që trokasën e ti thojmë ka njës pashkot nësë s'kam ja këthu ku shpinën. Se ja kam lënë derën të hapun të gjithë cili, me gjithë cilën që kam punu derë tash më kënë maksimal korekt, edhe me këtat ministrisë që si shtohet jem ta në kohën në prejtë, po qysh të portiri, deri të ministrit të tanë më njohin, edhe jam masë i sigur që aty në kur të thonë se më ka thënë pashku që lyve t'i këta e kështu, kanë me ditë se nuk kanë shku këtë atë. Se janë shumë gjana që asa ta vetë nuk i dinë që janë mrenë atë, edhe mundot me të rëzua, por du të me përdojrë pak logjikën edhe ligjin, edhe me thënë ka dali herë se mua më meriton je këta, edhe s'ke nevoj me trem kërkujna. Nuk është nevoj, në moment që nisti me u drillën, nuk e shet që nuk din, edhe do me t'iga që prej qafë, thët jo, thët s'lypet ata, po duhet je kështu, edhe ty të refuzon me jaqë. Mirë, po kur i e kam gullës, edhe thua je kjo më meriton mua, se kjo është për je këta, për je kështu, s'kan ka me pajtë. Edhe të mua janë shumë herë, jo herë, po zote disa herë belan kënë që me më refuzua, mos me mi pranua letrat senet, jo, a gabuan ata, a gabuan këtasen, gjithë ka përmirësohet, gjithë ka mujnë mu godit. Por i këta në fundet tona, i këta në meriton ne, i këta meriton mua, ti aty për mua. Në më thënë gjithë cilët për lërë sala një mision në televizion të Malizi, që jena kënë njërë me ministrën, disa më thoshën, si ke mu me i thanë shaj, punëtori jemi, ku jaj? Ministri bujësis, punëtori ku jaj? Prej ku je me rogën aj? Ku shaj? Na veç du të me e ditë se na jem matë të mloj saj. Na s'kem nevoj me trem ati se na e kem vunat atë. Me ba mos me kënë bujë që taj nuk ka sektor bujësit as pak. Atër punëtori ku i na është taj. Por, ja kem lanë, janë të besim edhe ministri aty për me e kryen atë puna, i du të me e kryen atë puna, i du të me bashkëpunu me ne. Jo me shku aty edhe mos me ta qilë dirë, na mos mu lejmërua. Por edhe na du të me ditë se që ka jmë të me lypë. Nuk mujnë me lypë se shumë, shpesh heri kam tije që janë kujnë për çmime në pijacë, po ti nuk mujnë me të garantu aty kur kush për çmime në pijacë që e ke. Së më di kam rushën e tavlinës. Pijaca shëtit në altë poshtë, na vete ulim çmimin, kur kush tjetër. Shkon aty, thot, o jam mërzite, po shkoj shpi, thot, nase po ta na pjetash për i ka që ja ullë çmimin. Po ti nesës, mush me rritë ma në çmimin. Ja janë problem, nuk ka faj atër na kur kush prej ministrit atë, jo se po du me i dalë zot dikujna, absolutisht, se nuk jam në ta për me dalë zot i dalë zot vetëm të drejtës, kur kuj tjetër. Por na du të me ditë vetë se çka mujnë me lypë prej tyne. Për derisa na ja nisim me lypë dhe gjana tullta komplet, di e mirë se ata kanë na këshyrë ne pak, ata ky thot nuk din, kem me kalu me pak. Edhe kanë me na rajt, me 2-3 rana edhe na përcilën për të mrapa. Mirë po, kur hasën dikon që e din se çka don, edhe e din se çka i meriton me ligjë,
Nuk mund me të këthuja të shkollaj, nuk mund me të rajtë të natë shkollaj. Ashtu që nesër kur të kryhet, ju kam thënë edhe këta që një, edhe përmes televizionit juve, kusht kenë qifër me godit ven, nuk mund të tanë një vjetë, por kemë me i da edhe gjithë silët, kam e një mua dhe me gjithë edhe ku si goditet vena me teknologë, se vena nuk është diçka copy-paste. Si që kënë vjetë kam e i banë dhe si mjetë, se ta në mvarë deri të pH-ja që është kryesorja, atër na shkalla e pjekunis, rushit, alkoholin që e ka në ta, kiselinat, gjitha ta në ta mvarët prej vjetët, se si kam e kënë vjetë. Ashtu që nuk thonë këtë se vena o shkencë. Nuk është veç diçka që copy-paste ke me godit për vjetë i saj. Pra po thëmë, dhe më thënë gjithë cili që ka vnesht, gjunaf është me e shqitrosh, e mos me e përpunu venë. E di se kënë shtirë, edhe është shtirë, por vete e kam thyë, e kam kalua si shtuat janë të rrugë, edhe nuk kanë nevoj me rajan sa rrugë ka kam ra vetë, lirisht kanë më drejtu për çdo gjë, edhe ku kanë me gjithë, edhe shishet, edhe etiketat, edhe kapicat, edhe çepat, edhe gjithçka. Se tash kur me këqyr vetëm i shishe duket shumë e thjesht, po për këtu të na, në Malzi nuk është thjesht as pak, se etiketat janë shtypen në Serbi, letra prej Italijet, çepi është prej Francët, kapica prej Bullgarijet, shishja prej Italijet. Më thënë do të me blirë të tanë ato. Mirë po tash i dim firmat, i dim gjanat, jo jam, po i dim disa, ashtu që nesër kam thënë duaj e këta hajde, që ta filan numrin, ke katalogun e ty në këshyre, të kuj kemi porosit këto, të kuj porosit këto, edhe jotën se i kem gjithë firma që ka duhet, se ka shumë firma, janë disa bodrume vena shtu në Malzi, që blejnë rushtë të muaj, jem shok me ta, shkojmë fort mirë, që i kanë pagu shumë ma shtrajt. Në të që ke arti dirë të këqmim. Po thëmë të shoku ma da me shku pak ma larkë, ke telefonin dorë, një lypë, nuk ka kënë, s'po thëmë sa kënë kollaj bila marrë dira ty, po nuk ka kënë asë shtirë. Mirë po, sot s'ka nevoj, kanë numrin tem të më thirin, ku mu i me gjetje këta, për ata që ka kam ble vete, që kam vetë deri tash, kanë me ditë edhe ata me i telefon të më se ku mu i mu fitua aj produkt, aj se. Ashtu që shpresoj që ndoshta sot 4-5 ditë me kanë edhe noj bëdrum venet tjetër jo të mbetë. Kështu që kemi edhe një lajm të mirë për gjithë të interesuarit që duan të merren me prodhimin e verës. Që do e mësojnë gjatë kësaj bisede, unë duhet të ndalem edhe tek një temë tjetër, se cila verë u vlerësua me çmim ndërkombëtar së fundmi. Etiketën e re, venën e barë prej Sauvignon Blanc me emën Drane, emni vjen prej mamës seme. Novi Sad, e kem pas si mjetë edhe këta si që kem pa të 3 etiketat vjetë, kjo ka marrë medalën e argjend, ashtu që është parapellën me thonë, si me i thonë sukses, por është që kanë ato medale, atë janë vetëm me të kallëzu se në cilën rrugë i ka shkon, a i rrugës në rejtë, a kego diçka si duhet, se nuk është diçka që me thonë tash, wow, që ka vonë, por është më nësi me editi, basta ty në pikve që i fiton me editi, a i e me ato venat që janë poshtë, me ato venat që janë naltë. Dhe më thëna është për ne një krenari si start, mirë po e kam thënë ma pare, thëmë edhe tash, në kjo se me këto vena e kam arrit një ato suksese nesër kur tjetë bëdrumë i venës vetëm që i këto vena kanë me kemat kësijet vena që i kam prodhu akur. Se në kjo se s'kam zonë diçka prej këty një vena, atër na nuk di që ka e më tu me ba. E mënoj që diçka kemi zonë prej ty, në ashtu që në të ardhmen mendojmë çdo etiket tjetër që të qesin kam veç shmuj me shkotu mu përmirësu se kurse si për medal diçka me keqe. Por mendoni se ky sukses promovon edhe Malsin si edhe Malinezi? E vërtet se promovon posaçërisht për venën e barkët, etiketën e mërame me emnin Drane që e kem qitë e ka mëra panta, por pak e vogël shenja, pak ma shtirë me e pasë, është edhe shishe ashtu s'ka muj me kënë etiketa fort e male, e ka edhe për ardhjen se prej ka vjen. Edhe është të cekun, edhe është të registru me në shtet, edhe në kjo se si katun, tash 5 vjet, 6 vjet, janë kënë dikon afer i 100 nënshkrimesh që i kemë ba, katun i rrasë qas, për me fitu vendmanimin, ajo letër hala ka metën Fioka të komunës Tuzit, shteti ka pranuar me regjistru si kam thënë kjo është prej rrasë qas, vetë janë prej atyna. Edhe është regjistru me në shtet në rrasë qafës. Edhe pse si vendbanim
komuna e Tuzit hala as ne ka aprovua. Mirë po komuna e Tuzit shpesh herë edhe kur kanë bashkime ne na harrojnë, po nuk ka problem se na njohin tjerët që janë pak edhe më të nalë se këta, ata na njohin e këta janë tu me na harrua, po ka me na ardhur koha, si shtohet, nuk kem nevojë me nalë aty, nuk ka një gjë e keqe. Kanë me pata vetë, kur të shohin ata vetë që e përtimenti këta po na prezantojnë dikun, ata na bela kanë mu këtu me na ballë në telefon, s'kem nevojë me bashkëpunona me dikon tjetër, me bashkëpunon njëri me tjetrin. Mirë po koha ka me i kallëzuar të gjitha. Planet tuaja pas këtij vlerësimi, duke qenë se jemi në prag të sezonit veror, besoj ju pret një punë e madhe apo jo? Si mjet punë më shumë se kur i vjet. Do të thonë edhe me vnesht, edhe me do letra që për gjithçka për të parën herë të më marë, atërna edhe bodrumi e me mjeshtra në tjetër nanë, se prapë kam cekë në fillim dikun, mjeshtra nuk ka ma, shtirë mush me një ke, një janë 10 vetë prej 10 vetë, bile ke janë se 2 nuk i ke, veç ata tjertë janë tu me zonë punën, atërna po nuk jeti mbi këshyrës atë, për njerë beson sa në gjithë shka kotë. Edhe pësa është mbi këshyrës i ta në kohën atën që ta në jetën e ka banë të punë, mirë po jam pësulla ata tash ljollën edhe vjetë ja binë edhe që qka ljollën, hajtët se mira. Ka në oblat shpesh edhe me ta aty për me i thonë atër më thotë qka punën ti bile. Një heri kam pa do i ekip turq që kanë punu këto nësë mund shema së mu marrësh me ta si duhet veç njëri prej ty një flitë anglisht. E më thotë tu inxhinier, i thonë vetë jo, vetë traktor, thonë jo inxhinier. Për me i thonë që dim, je ka sa, je ka din ti, po dim edhe na, edhe pse si më ka e punojmë këtë punë, jo, tu big inxhinier, më thotë. Mirë po na si malëzorë në pak a shumë tanë, jem të rritën në katune e në shumë punë mirë në vesh. I le thëmë edhe me shoke, me vlla, kur foli, e kështu me familje, e këthëm, shumë mirë ka i herë mos me i ditë shumë gjana. Se më vanës me i ditë, thëmë, o mirë, s'di gjanë se që ka dhe jenë në regullë, po kur e din, e ja gjenë gabimin, nuk e ke kollaj me i përpi. Atërna edhe puna si punë nuk ta banë qefin bela që fort, atër du të me këtu pak me apa, e ta shike, ata bojnë këta kështonë, se nuk vi ata, nuk vi këta, atër në mesin ata këshyën, thot ku ka marrë, që ka. Mirë po, i punë që e ke marrë me e ba, materiali po të vjenë, tel, kohën e ke haqot e tana, haqoj e 10 minuta e qitë në rejtë. Nuk ke nevoj me ilan për me qishë tranë, se kur të qish betonë e kem vodë, se jam pësu për me ilan bela, ashtu atër thot, hajtë se kam me në rejtë sa i tjetëri, këtu s'kam me në rejtë sa i tjetëri, kem me në rejtë na, ati tjetëri kem mja letësu punën. Ashtu që, edhe me ata, edhe me punëtore, edhe me vnesht, edhe me dokumenta, edhe me, nuk kam veç dokumenta sa janë kem për punë të Ministrisë Bujqësi, se këta se për dit me ta se çdo vegël që i ka rrëtë në gjithë ka dasht me kalu për mes të nderit, por ke punë alë me zgjilë cilat vegëlja me i vle, me i pa dalimin me styne, cila me e mirë për këta, cila me e mirë për ata, me pa dasht mas kollajti ti të kanë me i marrë i firme me i thonë mi bjeti. Atëra i kite marrë aty ku kite pasaj fitesën më të male. Mirë po, nuk kam dasht për me i shku asaj rrugës kollaj, po për me i dit vetë taman se cila me e mirë, se gjithë cilë që të vijnë e kam me thanë, ose është një ajo shprejhe, thot edhe quka, thot zogu e ma maj bukuri. Edhe ata për problem vetë kanë me thanë, kjo është me i miri, e kjo vegëla me e mira. Nuk ka për kryesojna. Mirë po, kur e krason ti janën me tjetrën, atëra diçka tjetër, ose kur din ti mja zgjet ku është dalimin me sajt, asaj tjetër, sa e shëqimit, e thot, paj po, për e jo me shtrejt. E të sakë se është me shtrejt, për është me e mirë. Ashtu që janë kënë shumë gjana sa asi vjetë që jam kënë maj zonë, në maj prokupu me kohën së si mjetë, ashtu që si shtu, po për e shirë marë vitiri, se kur din vitiri, e di se kam kryu edhe me vnesh, edhe me dvillun, edhe me bodrum të vens, edhe me dokumente, edhe me ministri, edhe me të tonë, me i pun ka pak. Po saj për këtë rakis, mund të mësojmë pak edhe për prodhimin e ti? E rakin, tash se me thënë, në tash për tash i kena afer 10.000 litra rakin, po gati nuk i kena. I kena qyshën vitin 2014 që ja kena njës. Kem pa prolua i pjesë, kem pa godit sa për me i pasë si kam me në dalë, pesa 600 litra, po ato na kanë shkuar për një herë. Po tash për marrë dirë të jashtë, nuk ka kena aq kollaj se nuk i kem pas vegla, ta kem pak ma shtirë, bile edhe vjetë, edhe kushnit e vlau e motra këta Amerikanë, jena njës do rakin i thëmë s'kam. A keq për me thonë s'kam, po s'kam, janë sit nuk kam.
Ashtu që presim me krye bodrumin e events, aty kena me pas i tank posaçe diçka për rakin, për me krye destilimin e tretë, makullaj se çka e kem bën në këto. Për ata kam thënë se kur të kryet bodrumi events, aty kena me krye me finalizu edhe rakin, edhe jena në përpunim në dizajn shishës, si kena me bën, edhe emnin ja kena zgjedh, edhe besoj që deri vitin e ardhshëm kena me pas edhe rakin gati se edhe Marku, teknologu, se në kemë me bën normal si ata çka na thot Marku. Rëntu me mbërtit, tu më tha, ma e kërje, ma hajt kur pe e kryem, kur po goditit, ashtu që shpejt ka me kene edhe ajo, më ka dalë ka dalë, punë te mira bahën ka dalë, mirë po kur e kena Marku në atë na s'kem nevoj mu ljollë për këtë kvalitetit. Pra po thëmë, në start në rakin, kur ja kem nisë me godit, i kam thënë Mark, nuk i duhe 100 litra, i duhe liter. E më kësyre në qishë, më thëtë, ti ke i marë, i thëmë vetë, s'mush me godit, du ba lojnë e me tjetërën. Jo, thëtë, muni me godit, po se kam ditë se je tja që i marë, thëtë, po kuj do me jashit të tja të rakin. Thëmë, hajtë se një mush me mba mu me e pi rakin, thëmë atë ta na pëdorën që je i mirë. Normal se ajo është, na nuk e dim se çka kem kur e kem atë nuk e shfrytëzojmë. Serbia ka shfrytëzuar shumë më shumë se na. Shqipnia ka shfrytëzuar dijen e tina, po në shumë biznise, si shtot pak ka shumë në malësi që ka dim, bela me qilë vetëm doj kafe, po jo për me ardhë dhe i produkt dhe i brand i ri. Mirë, po gjithashtu dhe Marku, shpejt ka me i pasë dhe brandin e tina, dhe si rakin, si konjak dhe në vena, dhe aja tu me punu në drejtim. Mirë po dhe për rakin të anë, se na mërojmë edhe rakin dhe konjakun me godit, po edhe liker kena me pas, por me kohën gjithë ka jo shpejt. Ashtu që rakin që e kem përpunu me Markun, ata ka mujt me pi. Rakin tradicionale, kur s'ka mujt me pi. Vela keq për me tha, po unë i got në jetën teme, i got rakin s'ka mujt me pi, as se kam pi kur. E këta mund me pi, se këta nuk e ti as pak vetëm se pështet si shtohet në fëtë, edhe që ti mbarë kur bjene edhe dze. E kam thënë kjo se mu shëmba mua për me pi, se e kam këshirë vetën si dikush që, si me thënë, jo se ja ka i natë, po dikush që s'ka me kuptua si mu shme pi rakin, se ja si me pi benzin. E kur më ka ba mua për me pi, por atë rakin, prap hala tradicionalën së muni me pi, më thëmë ke me i pas edhe tjerë që kanë me pi. Nuk është me kryesore, nuk kam shku në atë aspekt që me i shqit rakin, vetëm të na shqiptarët ose të populli Ballkanin që e dinë se çka rakinja. Por me i futën në tregën ndërkombëtar, dhe në treg që ka me pi dhe tjetër që e pinë gjinin, a pinë vodkën, a pinë një konjak me boja, diçka, me pi rakin se alkoholi ma i pastër që muj me kenë. Po të ne tregoni atë sekretin cili është pas që keni mundur të apini atë? Sekretin janë 3 destilimes, nuk ka të për sekret madhë, se du të me ditë si me destilu. Janë shumë që i bajnë që i thirën këtë të na prepek, por se prepek dhe më thonë që janë pjekën e zi me 2 herë, du të me ditë si me e zi e 2 herë, nuk ka veç pe marrë pe e zi e 2 herë. Du të me ditë në sa grad je kelen, mirë por rakinja prap nuk matet me grad, të tanë këtu e masën belet shumë, ta që kanë me ti e kanë me më thonë kësë dinë se që ka po flit, por tradita është një, shkolla diçka tjetër, Marku ka shkollën, plus e ka pasë dhe traditën, edhe i ka bon të dyja bashkë. Aja është si me thënë si Mercedesi, ka tradit, por a godit Mercedesi, matë Mercedes që ka godit dikura, por godit diçka tjetër. Dhe më thënë, godit komplet diçka tjetër, se goditet edhe tregut edhe ka shku të me e ba matë mire, matë sigurte, matë shpejtë të tana. Ashtu që edhe rakinjat njajtë në gjanë, kur me e marë shkolla, me ata traditës, vjen komplet e diçka tjetër. Jo në është kemë se s'ka mujt bile rakinja me hinë në trezën ndërkombëtare, është se te pre eger, te pre fort, vërtë njërës që janë pësua, po dikur s'kanë pasë, këto kanë pive që rakinjën, se s'kanë ditë, drevon s'kanë ditë që kanë viski e konjaku e këtë tjera, të kanë pasë që rakinjë. Ashtu që jashtu e kanë pasë, nuk e kanë ditë për i lloj tjetër. Rakinja nuk matet me grad, edhe thonë grada, thonë lua, thonë me i vetë të të moshme, thotë kur në zete e krenit. E ka herë të kuvent ma pak, e herë të kuvent ma shumë. Grada ka me të kuvent, po alkoholi janë gjithmonë njëjtë. Si tjetë e zetë, si tjetë e krenit, alkoholi janë gjithmonë njëjtë. Kjo se do me i godit, rakin do të me e matë me grad që është për alkohol, jo me grad që njëhim, ne kemi në thot 20 grada, 21, 22, por jalen fix alkoholin, sa e lypet me pas alkoholin se në shishe, në asë një shishe alkoholit nuk i shkruajnë grad, por i shkrua përqindja alkoholit.
edhe në vend ashtu përqindja e alkoolit jo grad, ashtu që duhet me një skadal ka dalë, menoj edhe për rakin gjithkush, me shko sa rrugë për me pastru sa ma shumë, me kanë sa me pas, se në shumë alkoholit janë dashme, po tash nuk e alkohol që janë i shnetshëm, që me thonë, por ke ato që janë ma pak damshim. Por më rëndësia me i ruajt një ato që janë ma pak damshim, edhe me i ruaj aromat, me i ruaj shijen. Janë shije mos me atret. E alkoholin, si alkohol, me i hik ato të kësijet, me i lan këto të mirat. Shumë mendojnë që veç zi 2 herë dhe ke krye punë, mund që me zi edhe 10 herë, edhe të njajtën që ka me të kalua, si në parin, si në dytin, si në të letin, kjo se s'ke dit me da si duhet. Në tash mund me fol pralla, mu më ka pësu Marku, si me e godit ata, po para kur du me godit, pa me kenaj atë, pa me i këshyraj, me më thonaj e ta shlypet je kështu, ta shlypet je kështu, nuk e bajmë. Ashtu se është diçka që aje din si shtohet fjetun, na nuk mujmë me ditë, saj nuk mujmë me zëmë me i sezona me 2. Lypet me kalua disa vjetë për me proponu, për me pati me thonë, aha, okej, ka dalë. Të na faktikisht kanë marrë atë rushën e kes me rezije e rakin, thëtë sa në regull, jo, nuk kanë regull. Në kjo se nuk kanë rushë i pasër, nuk mund që me pasër së rakin e mirë. Në më thënë janë shumë zona të rëthët, për qitja thëtë do sheqerë, thë mira, okej, një do me godit ashtu, uje sheqerë, dhe në fund qitja 2-3 greca bela sa mjallan arome, nëse ble aditivat e qitja për mjallan erën. Por çka do në me godit, është shumë më rëndësi. Përderisa e kem rushin e mirë përdore. Përdore janë ata me godit alkoholin e pastër. Se në kjo se ke trupin për ven, atër mush me pasër rakin e mirë. Një ke ven e mirë, ke me pasër rakin e mirë. Në kjo se ke ven e mirë, në kjo se mush me zirë ven për e ti, në asë rakin ti ke me zirë diçka, po shka ke me zirë. E ta shtona është qëllimi, a don një ata diçka, a don diçka për ti me atë kvalitet. Për më dash diçka kvalitet, është pak ma rruga pak me gjatë, për marrë dirë të aty, por të anë është dirë të qëllimet e njëri që i ka. Ashtu që besoj që i ka me kënë dirë sot i vjetë, edhe rakin janë të regi. Ka që faleminderit. Faleminderit ju për ardhje, edhe përshëndes gjithë teleshikuesit ju edhe ju si staf.